Momentin kur të vdesin, engjulli i vdekjes i njohur në popull si Azraili, në çfarë mënyre do të na afrohet, në çfarë pamje atje, në shpjegim. Lusë Allah Gjeleshani, inshallah Allahu, nëse na merr shpirtat me iman dhe me fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Duke pas parasysh se sa krijesë që ka lind ka me vdek, edhe njeriu pasi që ka lind ka me vdek. Nuk ka mundësi me shpëtu. Ku dush ik, Allahu në Kur'an thotë wala kuntum fi burujin mushayyada, edhe nëse jeni në fortifikatat më të forta në botë, edhe aty Azraili ja merr shpirtat. Azraili është fjalë që përmendet në trojet tona, në vendet tona, shqip i themi Azrail dhe me thonë robi Zotit. Israfil dhe me thonë robi Zotit. Gjebrail, robi Zotit. Mikail, robi Zotit. Mirë po në Kur'an, Azraili nuk përmendet me emrin Azrail, po përmendet me emrin Melekul Maut. Melaika e cila i merr shpirtrat. Allahu Gjeleshanu e dërgon Melekul Mautin, Azrailin, me marr shpirtin filanit. Ku do që shkon, ku do që ik Melekul Mautin, mirë po të ne shumë interesantë, thot, pse si vdiq baba, thot, vallahi e pat një smundje, e pat këtë, e shkeli vetura, ndodhi kjo, ra prej dikun, urzu prej dikun, dhe më thonë njeriu nuk i shkon mendja në të rast, në atë moment që Azraili është ai që merr shpirtrat, e këto janë shkaqe, vetëm sebebe. Allahu Gjeleshanu shto e ka lënë që njeriu mos mirret me melaqe. Sepse njeriu nëse është i dob fetarisht, nervozohet, në një herë ai që s'ka iman, edhe që ai ka problem me fe, nuk është fetar, kur i ndodh një e keq që shqyqon lart, edhe mundohet me hinë luftë me Zotin. Kemi njerëz ne që unë i kam dëgjuar vetë duke thonë ai Zoti na shkatroi atë që kemi mbjedh. Me breshere, me shumë shije, ku e di une. Nuk guxojmë në asnjë mënyrë me mendu kështu, sepse Allahu është ai i cili na ka kriju, Allahu është absoluti në deturi. Allahu Gjeleshanu i fal gabimet, Allahu Gjeleshanu është ai që na jep shëndet dhe na merr shëndetin, dhe Allahu është ai që na çon Melekul Mautin me na marr shpirtin. Pyetja është shumë direkte, në çfarë mënyre? Sipas punëve tona. Nëse jemi të mirë, kemi bagazh, e kemi mbush thesin me punë të mira, Melekul Mauti, Azraili vjen me një pamje të bukur. Shumë i bukur. Bile njeriu thot, kush je ti? Kur ta shef atë bukuri, thot unë jam vepra jote. Unë jam puna jote. E mirë dhe e bukur që e ke bën këtë botë. A nëse njeriu është i keq, ama asnjë haram që ekziston nuk e ka lënë pa e bën. Kur ti vjen me lajkja, Melekul Mauti, Azraili vjen me një pamje të shëmtuar, sa që ka mu dridh nga friga, edhe ka me thonë, kush je ti? Ka me thonë, unë jam vepra jote që e ke bon këtë botë. Para qka të bëjmë veprat mira, bëjmë punë mira, se nuk goxon askush dhe nuk ka mundësi e shansa teorike as praktike me ik Melekul Mautit. Sa do që jetojmë, një ditë të vdesë. Ai Musa a.s. kur ka ardhur Melekul Mautit me marr shpirtin, s'ka dash me ia dhon shpirtin. Ka thonë, du me jetu. Sa do me jetu, vëndoje dorën në atë lëkurën e në qimet e kafshës, lopës. Thot, sa qime i kape mundësimi i kapë? Thot, valloj 1.000, 2.000, 10.000. Po thot, pas 10.000 vjetëve, ama me shpirtin prap? Thot, po prap një ditë ka marrë me ta marrë shpirtin. Po ka thonë, merë ma shpirtin prej tash. Nuk goxon askush me ikë. Sa do që jeton? 50 vjetë, 100 vjetë, 1.000 vjetë, 10.000 vjetë, një ditë kina me vdekë. Para qka nuk është interesant me jetu i gjatë. Dikush ka jetu 20 vjet, ama ka hin histori me punë të mira. Dikush ka jetu 100 vjet, ka hin histori për gabime. Sa njerëz në botë i kemi që Hitleri, Lenini, Stalini, Mussolini, Gaddafi, Mubaraki, s'ka vdek Mubaraki, e ki Bashar el-Asadi tash inshallah dhe ki çfarë histori e kanë ato? Ama ti e ki Omer Mukhtarin, e ki Sultan Muratin, që e ka shiru, e ka fitu luftën e Kosovës 1389. Sot e kësaj dite e qajnë sërpët për këtë punë. E ki Sultan Fatihun që e ka shiru Stambollin. Para kësaj, pejgamberi si pejgamber, edhe ai ka vdek. Ama 23 vjet, 13 meke, ka hek, ka luftu, pa ushqim, pa buke, pa ujë.
Një ditë tregon Ebu Bekri dhe Omeri, thot Ebu Bekri shumë i unë isha. Dola në 12 natës me ecë, e takova Omerin radiallahu anhu. I thash, o Omer, çka të kanë zënë këtë kohë? Thot, vallahi be unësia. Duke ecë tha e takum të di pejgamberin sa mi tham, ja Rasul Allah, pse ke dalë këtë kohë? Kur e pa me kish lidh barkun me një kaish. Pse? Unësia. Pejgamberi Allahut i unt, me skamje, me probleme, me gjakun ja kanë derë në Taif kur ka shku njerëzit me i thirë në fe. E kanë dalë gratë e fëmijët i kanë organizuar me gjujt me gurz, me guralese e kanë gjujt, i ka rreth gjaku. Edhe ka ardhur Gjibrili ka thonë, o pejgamberi Allahut, apo më jep urdhër ta marr këtë kodrën dhe ti shkatroj të gjithë. Ka thonë, jo se i vjen koha që bëhen musliman. Sot e kësaj dite Taifi janë elhamdulillah të gjithë musliman. Mirë po edhe për mësam një ditë ka vdek. A më kalon histori, kalon fjalë, kalon hadithe. Pastaj Ebu Bekri edhe ai ka vdek. Edhe ati ka ardhur me lekul maut ja ka marrë shpirtin. Mirë po njihet në histori si njeri khalifja i parë dhe khalifi i drejt. Pastaj Omeri, Uthmani, Aliu, Muaviu, Khalid ibn Walidi. Ndoshta pak vite jetë, kemi njerë që ka jetu 20 vjet, 30 vjet, a më kalon histori. Kemi njeri që ka jetu 100 vjet, a më kalon histori të zimt edhe të zes. Inshallah Allah në vënd mundsh me një jetë pa gajle, pa probleme, pa brenga, edhe pse jeta është me gajle me probleme. Se e rregullon një problem, del tjetri. Se e rregullon punën e ditë, del puna e tretë. Kjo botë është me probleme, me gajle, mirë po në këtë botë kemi ardhur me e bojë ibadet Allahun dhe mu knaq në ato kornizat e halalit këtë botë. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Nëse Allah e ka vendosur me na marr shpirtin, inshallah na merr shpirtrat me shahadet dhe me punë të mira.